41 vjeçarja. E tmerrshme ajo çka po më bën buri çdo natë. Një grua 41 vjeçare ka rrëfyer historinë e saj tmerruese me burrin e saj. Ajo ka thënë se do të ndahej nga burri pasi ai nuk po e ndalon alkoolin, por friksohet të jetë e vetme. Ja rrëfimi i saj plot. Kur burri im fillon të pijë, ai nuk mund të ndalet. Ai lufton me mua dhe bie në gjumë në pijetore apo në park. Ai madje më ka tradhtuar kur ishte i dehur, por gjithnjë i vjen keq të nesërmen. Ne kemi pasur shumë zënka për alkoolin. Ai zakonisht thot se do t'i pi 4 pije, por nuk do t'i shoh miqtë e tij, pasi atij i vjen keq të thot se gruaja e tij nuk do ta lejojë të dehet. Ai arsyetohet për çdo natë, duke thënë se e kam izoluar nga miqtë e tij dhe ai është i vetmuar dhe i mjerë. E urrej që e kam bërë të pakënaqur, por nuk mund ta lejoj që të kthehet aty ku ishte. Ai është 43 vjeçar, ndërsa unë 41 vjeçare. Ne kemi 3 vajza të vogla së bashku. Do t'i thoja atij të largohej nëse vazhdon të pijë, por unë jam e frikësuar se nuk mund të menaxhoj dot situatën e vetme. Përgjigja e psikologes ishte: mos lejoni që ai t'ju fajsoj për atë se si ndihet. Ju vetëm po bëni çmos për të kujdesur për njerëzit që doni. Unë dyshoj se ai do të arrijë të qëndrojë me 4 pije. Është sikur të ecësh me një shtrëngim të madh që do të pëlcas. Kur të ndodh kjo, ai mund të pranojë se ka nevojë për ndihmë për të ndaluar pijen plotësisht. E fletëpalosja ime që merret me problemin e pijeve detajon burimet e mbështetjes për të dytë.